Shiko, unë veç një herë kom pas një gjendje të çuditshme me djalë temen. Kur ka vetë babi tha ke vrau fëmi. Kur thoshin e vrau ato, e vrau këto. Kështu që nuk... Ishte e rënd ka qenë e rënd Po e Halidi? rënd ka qenë. Kosovë ka një lloj xhelozie politike, xhelozi për suksesin, dhe kjo është goditëse e ma madhe. Sepse na kemi pas një sukses të madh, kam ndërtu çështjet më të rëndësishme që ka ndodhur në Kosovë, i kam rregullu vetë. Kuptimin e asaj se kam pas për detyrë. Dhe betejë në Kosovë e madhe është kush po del qytetari më i madh dhe njeri më i rëndësishëm. Këto janë senet që kanë ndodhur. Unë sa herë flas, e di që preken disa. Po unë nuk jam për atyne që rraj. Asnjëherë. Për të vërtetën, qoftë për të kalumen, qoftë për të sotmen. Mund të heshti disa çështje, por që të gënjej, jo. Pyetja legjitime o kujt i prishe interesa? Sa herë të... Jo, se si u bo, nuk i pushtet ekzekutiv. Ishe në Facebook, në platforma sociale, gjymojnë me akuza, është një grup, një habitat, kontingent i njerëzve që bëjnë propagandë, fushat dezinformuese, me elemente akuzash. Mrena tana partive ka pa. Kujt ja ke prish të rëzin? Se di. Ata s'flasin që ju kam prish të rëzi. Flasin janë çështje imagjinare që shkruajnë. Interesat e ndera ju ke prish në sen, jo. Apo? Që marr me të ndera. A ju ke, po them, interesa financiare në rrugë nuk ju ke dalë, apo jo? Po se di, nuk e di ata le të flasin. Unë jam i gatshëm me u ballafaqu gjithçysh. Por me këta që shkruajnë e shajnë, apo s'merren. Një për figura ma të goditura objektivisht, nga E di. para lufta, nga pas lufta, nga edhe kuraste ke fituar, është paka shumë i njëjti habitat, i njëjta trashëgimi që sillet, po në atë relievin gjeografik, po them kështu, të mendësisë. Xhelozia. Kur zhvetet? Tash nuk mund të them unë që me 17 tetor të vitit 1994 nuk ka qenë Xhavit Haliti themelus i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Apo nuk më imbe thonë këtë informacion ka qenë. Nuk më imbe thonë që Xhavit Haliti nuk u marrë me ka... Po nuk jënë fakte antihistorike. Nuk... Këtë janë arsye thu. Le të vazhdojnë. Të kanë stërvitur. Ka pasur momente që je vërtet i lënduar Haliti, ju familja, rrethi, është bërë merak? Shiko, unë veç një herë kom pas një gjendje të çuditshme me djalë temen. Kur ka vetë babi tha ke vrau fëmi. Kur thoshin e vrau ato, e vrau këto. Kështu që nuk... Ishte e rënd ka qenë e rënd Haliti? Po e rënd ka qenë. Unë e kuptoj, unë kam qenë nga 81-ta, kam fushat kundër meje. Edhe paka shumë unë e di nga vin. Mund ta dim edhe ne? Lexoj shumë. Edhe jam tu i lexu tash këtë literaturën e mas luftës në Serbi. Dhe ka shumë libra që po botojnë për udbën, për veprimet e udbës. Ka që keni qenë ndjekur, tërkohën, aty në librat këto që po i referosh. Po sigurisht. Po dalin tabulatet e shërbimit inteligent që keni qenë lup. Edhe për të, në ndjekje edhe për të vrarë, Haliti. Po sigurisht dhe, që tash ma sollin një ish kolegi kuvendit, ma sollin një libër. Dhe çuditshme termet që i kanë përdorur udba për me godit, për me vra dikën ose si më apo.
arsyet, Po, jo, edhe terme. për shembull, nuk thot ai që na duhet me vrap, po thot na duhet me përpunu. A? Duhet me përpunu rritin. Do me thonë, urdhni është me këtë term me planifiku me hetë qafe. Ose gjona tjera, por shërbimet e dezinformimit janë aq të fuqishme, veçanërisht ai udhës sa ja përshtat habitatit propagandën. Dhe këtë propagandë pastaj e marrin edhe ju përshtatet edhe disave këtu në Kosovë. Në gjitha libra, shihen e identifikoni me emër dhe me mbiemër. Sigurisht. Që keni qenë interes për UDB-n që të ndiqeni e të vriteni Haliti, si që e pranojnë dhe vetë. Keni përituar dhe atentate që keni shpëtuar nga to. Fati familjes,